U çel këtë të hënë në Luksemburg, grup kapitulli i dytë i negociatave me Bashkimin Evropian, tregu i brendshëm, që shënon dhe tryezën e katërt ndërqeveritare mes grupit negociator shqiptar dhe atij evropian. Komisionere e zgjerimit Marta Kos në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama dhe ministrin e jashtëm polak e vlerësoi këtë si një hap të merituar, por dhe si një vlerësim për një popull si ai yni, që është pro antarësimit me një shumicë dërmuese edhe më të lartë se vetë popujt e shteteve anëtare. Ajo që kërkohet sipas saj për të arritur objektivi për të përmbyllur procesin teknik brenda 2027-s është vijimi i reformave të nisura. Albania is really a success story. Shqipëria është vërtet një histori suksesi e procesit tonë të zgjerimit dhe sot kemi hedhur një tjetër hap drejt antarësimit të Shqipërisë në BE dhe është rezultati i vendosmërisë së autoriteteve në Shqipëri për të realizuar reformat përgjatë shumë viteve. Kjo ditë është më e rëndësishme se kurrë sepse plani është që të çelim të gjithë kapitujt këtë vit dhe pastaj nga viti tjetër të nisim të mbyllim. Nëse Shqipëria realizon zbatimin e reformave të nevojshme, unë do të jem avokati juaj më i mirë në Bruksel. Po ashtu edhe ministri i vendit që ka presidencën e Këshillit Evropian flet për rëndësinë që kanë reformat e kërkuara në kapitujt e hapur sot, pasi janë garanci për lirinë ekonomike. Reformat e nevojshme do të çojnë në parafrim ekonomik me BE-n. Përgëzojmë qeverinë Rama për përpjekjet tuaja në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Vetë kryeministri Rama i shprehu mirënjohje në mënyrë të veçantë komisioneres Kos, që sipas tij po shtyn përpara që ëndra europiane e Shqipërisë të bëhet realitet brenda 2030-s. Our sincere thanks go Falenderimet shkojnë për Komisionin Evropian dhe komisioneren Kos, e cila dikur thyente rekorde duke çarë ujin dhe duke u bërë kampione vendit të saj, dhe tani është bërë kronometri i vendeve tona që mban kohën dhe sigurohet që çdo lëvizje të na çojë përpara me disiplinë. Së bashku me Komisionin dhe në udhëheqjen e disiplinuar të Martës ne kemi rënë dakord për një agjendë mjaft ambicioze, por jemi këtu për të shprehur vullnetin ton të fortë dhe vendosmërinë dhe pasionin për të arritur këtë objektiv. Për Shqipërinë antarësimi është më shumë se një ambicie politike dhe ekonomike, është një zgjedhje ekzistenciale jete. Por sa optimist është Edi Rama që brenda presidencës polake të hapen të tjerë kapituj. Ne kemi mësuar në kuris që me BE mos kërko kur një datë, por duhet jesh gjithmonë gati për datën e radhës, sepse ne jemi këtu për të dalë në takim me BE-n. Gjatë rrugës nga Brukseli në Luksemburg, Edi Rama e komentoi këtë hap të radhës në procesin e integrimit si përgjigje për opozitën, që kishte lajmëruar më parë se negociata do të bllokoheshin për shkak të keqeverisjes së socialistëve. Si than kua të kënetës, nuk ka më hapi kapitush, iku kjo punë, e bllokoi BE-ja narkoshtetin, se vetë bufi shkoi në Europë bashkë me Qiri e Dulen dhe as darkë më nuk i dhanë narko kryeministrit.